Pra, mi të dashur, sot është 28 nëntori, është dita e shpalljes së pavarësisë, pra e krijimit të shtetit modern shqiptar. Pra 113 vjet më përpara, Ismail Qemali shpalli pavarësinë e Shqipërisë që ne kemi sot. Pra, gëzuar për ju që e festoni, gëzuar për ju që jeni krenar, që jeni shqiptar. Duhet jemi krenar në fakt, sepse kemi një shtet të vjetër, hymë në kombet e vjetra, por krahas asaj që duhet të jemi krenar, duhet të bëjmë dhe një bilanc. Pra, kush është sot shteti që u krijuar në 1912, pra çfarë benefiti, çfarë të mire i ka sjell shqiptarëve? Kush janë të mirat që i ka sjell shqiptarëve? Pra, është thjesht shteti i krijuar nga Ismail Qemali një rastësi, një fatkeqësi. Shumë njerëz është krenari, për shumë njerëz është fatkeqësi, për shumë njerëz është rastësi. Pra, ka lloj opinionesh, por nuk kam dalë që të jap opinione, unë dua të bëj një bilanc. Unë e quaj shteti dështuar. Dhe kur e them shteti dështuar, e them jo për të ofenduar shqiptarët, por e them që shqiptarët nga ky moment kur dëgjojnë këtë mesazh të ndryshojnë, të japin vetes tyre minin, pra kuptimin e të qenit në shtetas të një shteti të krijuar në 1912. Pra, ne nuk duhet jemi krenar se kemi flamur, se flamur kanë të gjithë. Jo se kemi gjuhë kanë të gjithë. Dikush e ka të vjetër, dikush e ka të përpunuar, e ka më të re. Pra, këto nuk janë ato që ne duhet të fokusojmë shumë. Duhet të fokusojmë shumë çfarë ka bërë ky shtet për vite me radhë, për benefitin, për të mirën e shqiptarëve, të nënshtetasve të vetë që quhen shqiptar. Pra, po të bëjmë një bilanç, deri më tani shteti shqiptar është shteti më i dështuar në Europë. Nuk e krahasoj me shtetet si Somalia, por në Europë ne jemi i përkasim botës së civilizuar, ne jemi një shtet i dështuar. Të themi atë që është. Gjithmonë shteti shqiptar ka qenë i ka dëmtuar shqiptarët më shumë se që ka sjell të mira. Pra, i ka dëmtuar, po të marrim historinë që nga krijimi e deri më sot, ne kemi shumë histori të hidhura. Kemi momente të mira, siç kanë qenë të djathët përpara se të vinin komunistët, kanë qenë shumë europian, ka patur një farë kulture perëndimore, po pastaj më vonë ne u bastarduam duke u kthyer përfundimisht nga lindja. Dhe sot shteti modern që jemi në këto vite është shtet i dështuar, i rrumpallës, e them gjuhë popullore, shteti i rrumpallës, shteti i vjedhjeve, i abuzimeve, i ignorancës dhe i zhurmës së kot, pra i zhurmës pa kuptim. Miq, unë gjithmonë tendenca ime është që të përkrah opozitën, të përmbysim këtë regjim, të përmbysim Edi Ramën. Unë nuk do ndaloj kur në luftën time mediatike për t'i thënë shqiptarëve që Edi Rama duhet të hiki, duhet të dënohet. Dhe çansi më i madh shqiptarëve ju dha përfundimisht me kapjen e mbesës së Beqir Ballukut, një rrugaçe ordinere, pa shkollë, një njeri i përdorur nga Rama, pra kapja e kësaj me këto fonde publike të abuzuara. Nga ajo nuk është ajo, është Edi Rama, por akoma qeveria po përpolitet dhe mundohet ta shmang këtë skandal. Por thash edhe një herë, ne, unë, ti, ai, ajo, ne nuk mund të ndryshojmë gjë dhe nuk do të përmbysim gjë nëse
nuk kemi opozit. Opozita është, si themun ty, ajo bërthama e ndryshimeve. Por sot, opozita fatkeqësia madhe është shumë i larg realitetit. Opozita sot nuk është më e virgjër se pozita. Sot opozita është më e korruptuar. Krerët gjithmonë, jo njerëzit, duket dhe pamjet e parë si një opozit e korruptuar, një opozit e pa vlerë, sepse leadershipi saj ka dështuar. E kupton, do të themi edhe që është. Qofse se kam dëgjuar shumë njerëz që thonë opozit ndaj opozitës. Njerëz kur të zë kanceri, ose sëmundja e keqja, se ju e keni përgjynat të thoni kancer, po unë se kam probleme, e them, kur të zë kanceri, duhet të kuptosh që të ka zënë kanceri dhe duhet të luftosh që kanceri ti iki nga trupi jot. Pra ti duhet të luftosh që këto qeliza që po të hanë trupin, po të shpijen drejt vdekjes, ti duhet të luftosh. Qofse ne themi, ore, ti bëke lufton trupin tënd, jo, unë nuk luftoj trupin tim, unë luftoj kancerin, qelizat kanceroze, në kuptimin figurativ, u luftoj qelizat kanceroze që janë në trupin tim. Pra nuk luftoj trupin, pra unë nuk i bëj opozitës, unë i bëj opozit kancerin që ka zënë opozitën. Njerës, sepse duhen thënë gjërat, sepse shumë shalatan, lëtyra, njerës pa vlerë, socialista janë shumica se nuk nxjerrin as fytyrën në kush janë, mundohet që kritikave që themi në ndaj opozitës t'i shfrytëzojnë si kur unë personalisht i bëj opozitës. Jo, unë po i them opozitës, mundohu të shërosh kancerin tënd që të ka zënë pas 11 majit. Thash, kjo është figurative, nuk e them për realitetin. Është vetëm figurative. Ta dëgjojmë për një moment prononcimin e Berishës, thash dhe njerë, unë shikoj opozitën, nuk më duhet mua që bëm pozita. Pozita e ka mbushur kupën, bile kupa ka vite që derdhet. Vjedhjet që janë bërë janë të pozitës, unë s'akuzoj opozitën, unë akuzoj dhe i them opozitës, ne nuk kemi shpres tjetër, Shqiptarët i kanë sytë ke ju, po si mund t'i kenë sytë ke ju, kur ju vazhdoni akoma t'jeni më të korruptuar dhe më të fjetur, më të shpartaluar, më të paaft. Është e pa parë sot, nuk ka bërvaki që t'jetë kjo opozit në njerë në Shqipëri. Flasim nga vitet 90 dhe këteja. E kupton. Por, le ta shikojmë për një moment prononcimin e kryetarit të opozitës, pra Berishës, çfarë deklaron. Sepse thash dhe njerë, shumë e rëndësishme çdo deklarat e Berishës. Shme që ka marrë vëmendjen e mediave, një grup i demokratëve janë takuar në një kafe, a ndjeni si keni parë këtë takim të tyre? Normalisht takimet në kafe nuk meritojnë komente, por Partia Demokratike është partia më e hapur, më demokratike e këtij vendi, për çdo lloj. Tani, është e hapur, thot Berisha, unë nuk e di që kuptim ka Berisha e hapur, me thënë nuk e mbyll derën e ndërtesës, sepse do të kuptojmë edhe fjalët e Berishës, se Berisha e deklarova pak në një video më përpara, u kam thënë që arogancën. Berisha nuk hyn në rangun e Flamunokës, që është ignorant, por Berisha shumë i edukuar, shumë i shkolluar, por mënyrën se Berisha drejton partinë është një arogancë dhe mënyra që Berisha nuk dëgjon njerëzit kur i flasin është arogancë. E kupton. Berisha është akoma traktor me zinxhira nga ata që ngjiste me meqeu. E kupton.
që në bënin propaganda atëre. Sot koha ka ndryshuar. Berisha duhet ta pranoj. Duhet ta pranoj. Duhet të dëgjoj zëra të tjerë. Duhet të dëgjoj zëra të tjerë. Jo më zëra servilash dhe njerëz të paaft. Pra, çfarë mini ka Sherif, ka Berisha kur thot është e hapur PD-ja. Në kuptimin fizik që dera nuk mbyllet, sepse ne si Nova Media për shembull kemi folur shumë ja kemi thënë, kemi dërguar mesazhe të ndryshojnë stilin, të ndryshojnë mënyrën, sepse njerëzit nuk janë më ignorant, njerëzit janë mendja hapur dhe shikojnë. Pra, kuptim ka Berisha me këtë Partia Demokratike është e hapur? Se ka lloj-lloj hapjesh. Hapje fizike, hapje idesh. Por problemi është kur thuat ideja dhe ti je një drejtues arrogant me kulturë, tregon çdo gjë vdes. Apo jo? Mendimi, ideje dhe kaq mund të them. Okej. Është Pra, Berisha pas ka atë që thash unë, ideje dhe mendimi. diskutuar për Partinë Demokratike dhe që ende nuk ka nisur procesi i analizës brendshme. Procesi i analizës brendshme ka nisur, janë bërë të gjitha udhëzimet. Kjo nuk përbën asnjë lloj lajmi dhe risie. Thjesht mediat Osman e përdorin këtë për të mbuluar super skandalet e Rams edhe të Lubis. Okej. Pra, arrogant me kulturë. Kush media? Kush media? Që më intereson mua se që thot Top Channel. Kujt ti plas trapi për Top Channel. Kujt ti plas se që thot Merobazja. Ata Top Channelin, Merobazën e shikojnë shtresa që nuk do të votojnë kur të djathën, nuk do të suportojnë kur të djathën dhe nuk do të votojnë kur të djathën. Dhe tjetra, ato lloj media që thot Berisha, jeni ju që i furnizoni ato media me informacion. Jeni ju që vdisni në orën 9 për të shkuar në Top Channel, për të shkuar në media të tjera ala Bakësh, Klane, whatever, që janë ato mediat. Pra jeni juve, nuk janë demokratët, nuk s'kam pa në një demokrat real të shkojnë në për ato lloj mediash. Prandaj nuk i fryn mediat. Nuk i fryn mediat. Ato janë reale. Pra janë reale. Shumë media të shkruajtura, kam lexuar, unë kam folur për Belinda Ballukun, ne kemi folur, unë kam folur vite që flas për Belinda Ballukun, që është hajduç, është vjedh, u kap me presh në dorë, ne s'dorim të vazhdojmë akoma të bijem në një vrim gjithmonë fyllit, sepse problemi ne kemi ngritur si do të rrezohet kjo qeveri. Tani nuk ka shqiptar, nuk ka mbetur shqiptar në dynja që flet gjuhën shqipe, që se ka marrë vesh që po bëjnë këta. Tani çfarë do themi, prapë akoma ne që vjedh Belinda, ne duam aksion. Ne duam aksion. Prandaj kemi opozit. Prandaj mbështesim opozitën. Nuk e mbështesim opozitën thjesht për të na bëj në orën 9 cirk. E kupton? S'më intereson fare mua. Unë si djath ose demokratë të tjerë. Pra, Berisha këtu është komplet gabim. Mendime, diversitet mendimin këtë parti ka patur, ka dhe do ketë sa kjo të mbetet Parti Demokratike. Problemi diversitet mendimesh ka, nuk është se nuk ka, bla. Edhe në North Korea ka shumë diversitet mendimesh. E kupton? Edhe në North Korea, për shembull, ka flamur noka atje. Është flamur Dzung Dzang. Është një flamur Kim atje. Një qërim brapa ati Kim Jong-unit. Edhe ai flamuri i jep mendime më plak, s'është problemi aty. Problemi është mendimet ku nuk japin, pra jepen, po nuk ka fruta, atëre mendimet janë të gabuara. Dhe mendimet që japin Berishës, që dëgjon Berisha, nga Flamur Noka, nga Gazbardhi, nga Albana, si e ka jo, si adjas mbi emrin, nga Yurt Bylykbashi, nga ai tjetri, ai shalngjituri i Elbasanit, e të tjerë sorosista që ka vërdall Berisha, ato nuk japin asgjë. Ato nuk japin asgjë. Ato përkundrazi i shtojnë Ramës pushtetin. Mendimet
që i duhen Berishës, i duhen mendimet e vërteta, që janë nga njerëz real, nga njerëz që e kanë përshtatur, e kanë përkrahur gjithkohës opozitën real. Ata që janë ndodhur Berishës dhe në ditën e zezë. Ata që janë ndodhur në krah, që i kanë dhënë të famshmen foltore. Pra, mendime jepe kudo më plak, edhe te Madurua në Venezuela jepen mendime, po nuk është aty pointi. Pointi jep çfarë fruti i jep ai mendim që i jepet Berishës. Nuk ndjeni shqetësuar ju për këtë takim të demokratëve, sepse janë njerëzit të cilët janë Unë i shqetësuar. Jo, njerëzit që kanë marrë më shumë vota janë në parlament. Jo, të votuar në listat e hapura, po themi. E ke fjalën për listat e hapura. Për listat e hapura, ata janë njerëz të nderuar, nuk janë aktivistë të shquar të Partisë Demokratike, janë njerëz me kontribute të pamohueshme në Partinë Demokratike dhe është gjëja më normale mendimi ndryshe në këtë parti, ose diversiteti i mendimeve. Dhe e fundit ato. Pra, who cares o plak? E kuptoni Berishën, thash është arrogant me kulturë. Berisha është arrogant me kulturë. Nuk është arrogant si Flamunoga, e kupton? Është arrogant me kulturë. Është gjarpër. Është gjarpër. Është i vetmi, është i njëjti Berish që na tha në kohën e foltores, garanton të mbrojtjen e votës, garanton të organizimin e opozitës, sot nuk ekziston opozit. Është i njëjti Berish, i rrethuar nga servilat, që si intereson fare opozita boll që të jetë Berisha, të ketë me çfarë targetohet Berisha. E kupton? Pra nuk e shqetëson asgjë Berishën. Nuk e shqetëson asgjë Berishën. Nuk e shqetëson Berishën që sot në parlament partia më e madhe opozitare ka 20 deputet. Jo, pse ti kërcas shumë Berishës? Ai ishte në rregull. Pra është arrogant me kulturë. Sepse Berisha nuk e kupton që opozita është parti më e rëndësishme. PD-ja është parti më e rëndësishme se PS-ja, sepse gjithë masat, gjithë njerëzit, gjithë ata që janë braktisur, kanë braktisur Shqipërinë, ata që janë sot vuajnë, ata që janë sot të ndrydhur, të shtrydhur, të dhunuar, i kanë sytë kjo opozita. Ku ti kënë tjetër? Pra për Berishën nuk ka problem. Pse do shqetësohem, më thot Berisha? Unë prapë në krye të PD-s jam. Unë prapë mullin kam. Who cares? Pra është arrogant me kulturë. Prandaj dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e ka hapur derën Berishës. Nuk e duan Berishën. E kuptoni njerëz çfarë ndihme po ju jep ju Amerika? A e kuptoni miq? Sot Amerika ju ka sjellë Edi Ramën në prit. Kapi Belindën, Belinda nxori Ramën, dhe sot Shtetet Bashkuara të Amerikës i dërgojnë mesazh popullit shqiptar, i thonë që ja ku e keni, ja ku nxorëm neve. I tham ne Dumanit, spaku të famshëm, lëvizë bythën se atëre do mbash përgjegjësi ti, dhe ata pap u quan spaku. Se po të qe për spakun, s'bër vaki. Pra sot prandaj Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e duan Berishën, sepse e shikojnë Berishën një lloj si shikojnë Ramën. E kupton miq? Çfarë i kushton Donald Trumpit t'ja heqë atë non grade? Nuk ja heqin. S'kam për t'ja heqë ndonjëherë. Pse? Se Berisha është arrogant me kulturë. Shumë mund t'ju vi keq ka juve të thoni o Arjan, pse e kuptoj. Ini njerëz që keni dalë në fotografi me Berishën, ini njerëz që keni shekur dorën me Berishën, keni takuar Berishën, dhe unë e kam takuar, respekt për doktorin, shtanë humane, çdo njeri mund të takosh, unë se quaj doktorin kriminal, e quaj politikan të dështuar në këtë moment. Nuk e quaj lider, e quaj të dështuar, sepse kjo është e vërteta. Sot
opozita është tokë. Deputetët janë pa vlerë. Sot opozita, duke Shtetet e Bashkuara të Amerikës i nxorën njeriun më të korruptuar në prit, sot opozita bën show. Ishte lëshuar për krahasve të vet. Nuk i intereson shumë Belinda, po ish kthyer për krahasve të vet, sepse po flasin për t'ju zënë grykën. Kjo është opozita. E kuptoni miq? Pra, sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë nxjerr Belindën në pritën e opozitës. Sot opozita duhet të derdhesh, jo Berisha, po opozita, të organizohesh me mira njerëz me lopata, me bishta lopate, të kërkojnë dorëheqje Edi Ramës. E kupton? Jo, sikur s'kan ndodhur gjë fare. Berisha thot, media po na sulmon ne se do të mbuloj Belinda Ballukun. Jo, më jo. Jo, më jo. Media si media jon, për shembull, po flet për ty, Berish, që je arrogant me kulturë. Je arrogant me kulturë, po ç'rëndësi si ka? Ti je arrogant pa kulturë dhe me kulturë. Arroganca është arrogancë. Ti nuk dëgjon, ti nuk ndryshon dhe sot po shkatron dhe partin tënde, po ti je edhe shkaktari i shkatrimit të Shqipërisë tonë. A e kupton? Unë kështu e shikoj. Konsideroni mendimet e tyre nëse vijnë të artikuluara në zyrën tuaj? Kanë instancat secili, për shembull, Ervin Saliani është antar i kryesisë Partisë Demokratike dhe ka vendin ku t'i shpreh mendimet. Të tjerët? Po, të tjerët janë Ilir Ali Mehmeti është këshilltari i parë i opozicës në Tiranë. Pra të gjithë kanë vendin ku të shprehin mendimet e tyre, pa unë i pres çdo demokrat unë pres në zyrë. Po... Berish, problemi është se nuk ki shprehin ke ty, mo Berish. Nuk duan t'i shprehin ke ty. Sepse ti në këtë moment, pas humbjes në 11 maj, je i legjitim në krye të PD-s. Në çdo vend të botës të vesh, të pyes çdo politikan, shko më ku të duar se ju e quani veten se jeni perëndimor. Apo jo? Unë kështu ka menduar gjithkohës që Partia Demokratike Shqiptare i quan veten parti perëndimore, kudo që të vesh. Ti vodhi, se ruajtë do të votën, humbe 11 majin, nuk e përmbys do të ramën, je i dështuar, ti duhet të ikësh. Ti duhet të ikësh. Ti nuk je mbret. Ti je politikan që erdhe në krye të PD-s me përkrajen tonë, me përkrajen e demokratëve, me votën e demokratëve. Dakord. Por ti dështove dhe ti nuk merr akoma iniciativë të shërosh atë plag që i hape shqiptarve në 11 maj. Jo, për ty është normale. Për ty është normale. Po ti je përgjegjës, mër zotëri. Ti je përgjegjës. Ti je kryetari. Syt njerëzit i kanë nga ty. Ti quhesh perëndimor, sipas fjalëve të tua. Por ti sot je kryetar i legjitim. Je i legjitim. Se ke humbur. Por ti nuk merr as mundimin të organizosh atë që Ariani e ka shprehur gjatë gjithë kohës, bishtin e lopatës. Bishtin e lopatës. Sepse hajduti që të nxorri Amerika në prit, do bisht lopate. Ti vazhdon akoma sikur s'ka ndodhur fare gjë në Shqipëri. Sot po bie gjithë infrastruktura e korruptuar e Edi Ramës. Gjithë investimet, vjedhjet që janë bërë, tunele pa hekur, rrugë pa hekur, cilësia skandaloze, vjedhja ndje, vjedhje këtej, ti akoma vazhdon ta ka fajin media. Sepse ti ato media ke qef, ato shikon. Por demokratët nuk shikojnë media që shikon ti, Berish. Demokratët shikojnë mediat që e kanë provuar, e kanë thënë fjalën e tyre vite me radhë, pra kanë thënë të vërtetën, siç është Nova Media. Por në këtë formë janë të ftuar të shprehin mendimet të gjithë demokratët. S'ka asnjë lloj
asnjë lloj risie këtu, të jemi sinqert. Faleminderit. Mirupafshim. Shme që ka Edhe të themi të vërtetën, demokratët e kanë shprehur në këto mbledhjet famoze të këtyre që bëjnë për ato kupolat e PD-s, e kanë shprehur. S'ke çfarë thua. Këta dëgjojnë shumë. Dhe këta e duan shumë zërin e masës. Domos Flamur Noga. E ka vërtetuar që e do. Antarë të kërësisi kemë, do të përndështojnë. Unë e herë nuk jam e punësume të partia jote. Unë në kofsha këto jam prej mullimit ta me tjerë sisteme. Nuk jam prej teje. Unë t'jam prej teje, unë së rejasi se këtë në parti. Se më hjekti. Jo t'je s'mund është më mjeshtë së në emër tonë. Kur dalje partia në emër, sa në kofshë i koni. Ti është e sigur. Qaj një gjë, zonë. Statuti nuk lejo me të pyet ty për primare se vendosur si jam qenë. Kjo është partia e Berishës. Pra kupola që ka krijuar Berisha. Partia Demokratike është tjetër gjë. Po kjo është kupola që ka krijuar Berisha. Prandaj Berisha thot, le ta shprehin mendimin, ja, e shprehin mendimin njerëzit dhe ja ku t'ja shprehin mendimin njerëzve të Berishës. Uliganit, arrogantit, idiotit Flamur Noga, ose arrogantit me kulturë Sali Berishës, dhe çfarë marrin? Marrin gjithmonë gishtin e mezit. Dhe miq të dashur, kjo është hipokrizia e opozitës. Dhe me këtë mënyrë se si opozita po sillet, po bën, nuk ka dritë jeshile. E kupton? Nuk ka dritë jeshile. Dhe s'ka si mund të ketë dritë jeshile. Ariani e ka thënë me kohë, opozita nuk vjen kur në pushtet pa patur gjithë masën e madhe. Masa e madhe sot është pesimiste. Nuk vjen PD-ja me 1000 militantët e Berishës. Asnjëherë. Opozita do vi në pushtet me masën e madhe, me të gjitha ngjyrat. Ata me parti, ata pa parti. Por ata do të vinë kur Berisha të largohet ose t'i lërë këto intervista bajate, e kupton, po unë do të thosha më mirë Berisha të largohet dhe t'i jap frym opozitës, lëra opozitën të ngrihet vetë. Din të ngrihen, kanë 30 vjet në demokraci, kanë 30 vjet që diktati është rrëzuar, ndoshta shumë njerëz të mirë atje do të dinë si ta ngrejnë revoltën kundra Edi Ramës. Edhe njerë miq, në qoftë se ne mendojmë, dhe shumë njerëz mendojnë që duke folur, duke ngritur zërin për opozitën, ti po i bën opozitës, nuk janë dashamirës, ata janë dashakeq, ose janë ignorant. Pra nuk ka asnjëherë opozitës. Nuk ka asnjëherë. Të flasësh për opozitën është privilegj, është nder. Dhe ne si Nova Media, unë personalisht gjithkohës do t'i mësoj gjersa partia më e madhe opozitare të kthehet atje ku e duan shqiptarët.